Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Mbrëmje e zjarrt, Dolce nis flirtin me një nga djemt italian. Banorja shqiptare Dolce ka pushtuar titut e mediave roz në Itali dhe në Shqipëri, pasi veprimet e saj brenda shtëpisë më të famshme italiane kanë tërhequr vëmendje të madhe. Që nga e hëna, kur u bashkua me programin në kuadër të shkëmbimit, Dolce ka qenë objekti i komenteve dhe spekulimeve të ndryshme, sidomos pas mohimit të saj të ndonjë lidhje me Edin nga Bigu i Kosovës. Megjithatë, duket se sharmi i Dolces ka filluar të ndikojë tek banorët e tjerë. Mbrëmja e dieshme solli një moment të nxehtë kur Domenico, një nga konkurrentët italian, improvizoi një performancë tërësisht të dedikuar për të. Ai realizoi një striptease sensual, ku kulmi i momentit ishte kur zhveshi bluzën dhe ja hodhi Dolces, duke krijuar një situatë mjaft provokuese dhe duke nxjerrë reagime të menjëhershme nga banorët e tjerë. Momenti ka tërhequr jo vetëm vëmendjen e brendshme të shtëpisë, por edhe të mediave që raportojnë rregullisht dinamikën e banorëve. Që tani, publiku po diskuton mbi ndikimin që ky afrimitet i mundshëm mund të ketë te marrëdhëniet dhe lojrat brenda Grande Fratellos. Mbetet për tu parë në episodet e ardhshme nëse Dolce dhe Domenico do të zhvillojnë një lidhje më të afërt apo nëse situata do të mbetet thjesht një moment provokues i momentit. Ndërkohë, bukuria dhe karizma e Dolces duket se po e bëjnë atë një nga konkurrentet më të komentuar të këtij sezoni.